Arsyeja pse të gjitha perimet i bani gati, i pastroj, i koptoj, përveç qepës, ishte sepse ta spjegojmë Len, ose më mirë shpjegoj e ti si profesioniste. Ideja është që mos me lunë shumë të hapun qepe, për shkak që mos mi marrë edhe vlerat, po mëndaj mos me marrë edhe mikroorganizma në ambient për rreth. Krejt perimet momentin që prehen, fillon mu degradua e pjesa e enzimave, po qepa ka këtë proces pak ma shpejt. Kështu që qepën, sa herë që e përdani dashur meq, procesin e fundit e leni me fillu me qepën, sepse qepa sa po të toptohet duhet më njëherë të fillot procesi i zires ose i fërgimit, si do që keni me realizu ose punu me to, sepse nuk lihet kështu e coptuar, të qëndroj, përveç që merë mikrobet e ambientit ku jemi, i humbe dhe vlerat të cilat i ka si që konsiderojmë dhe njohim si antibiotik natural. Okej, vendosë... Fillimisht unë e qepë, pëqes qepën, pastaj karotat, nëse do një karotat mu zbut ma shpejt ose mu bo supa ma shpejt mu me fillu direkt me qepën edhe me karotën, po këtë rast na po dojmë me bo gradualisht, kungullin, edhe krejt këto shtepër pak, nashta 10 minuta, me vaj ulliri, për mos me arrit temperaturë jo shumë të lartë, mos me arrit 200 gradë që vaj ullirit me i hup vlerat, vetëm për shkak të shijes. Se në këtë rast i merë melmesat po më në shijen edhe vlerat e melmesave i merë ma shpejt. Shafran sa i vendosë? I shtojmë shafran një lugë të mesme, ose si pas dëshirës, për shamu unë e shtoj sa ma shumë ma mirë,